Kjo është Radio Lab dhe transmeton nga Departamenti I Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji në Universitetin e Tiranës. Përshëndetje nga Radio Lab me mua Kevin në një tjetër episod si politika si komunikim dhe marketing personal. Me ne sot I ftuar në studio është Erion Braça. Si e? Mirë, si e ti? Ç'është kjo marketing personal? Politika si marketing personal dhe komunikim. Kush e mendon si marketing personal del shpejt? Del shpejt? Del shpejt. Unë si fillim njëherë desha të falenderoj që e pranuat ftesën dhe u treguat dasha mirës, u treguat I gatshëm me njëherë. Faleminderit. Kisha 23 vjet pa hyrë në një kështu. Studio studentore? Jo studio, jo, në një godin studentësh. Me që e nisëm pak vrullshëm për politikën, desha të bëj një pyetje duke qenë se ju jeni si një nga personazhet politik më aktiv në rrjetet sociale. Si mendoni që figura e liderit lidhet më shumë me publikun apo programi I partisë? Unë mendoj që të dyja bashkë shkojnë, po jo si lider. Me thënë drejtën, ajo pjesa e parë që lideri e kemi vuajtur këtë në shumë kohë, si shqiptar, si Shqipëri, këtë historinë e liderit. Unë mendoj që në këto 35 vite kemi fituar përvojë boll për të qenë demokratik. Domethënë për të lënë hapësirë edhe për të tjerët, për të përfshirë të tjerët në politikë, natyrisht për ta bërë politikën gjithëpërfshirëse. Jo thjesht vetëm një hapësirë ku unë I liderit vendos, unë I liderit fton, përjashton e kështu me radhë. Ndërkohë që programet janë shumë të rëndësishme, pavarësisht në Shqipëri e kanë humbur vlerë. Jo këto zgjedhje, po 2 palë zgjedhje më përpara, në 2017 unë mora me programin elektoral të partisë time, të Partisë Socialiste, atë që u prezantua edhe para zgjedhjeve, dhe ajo që më bëri habi pas zgjedhjeve ishte që dikush tjetër drejtoi një grup për të hartuar programin e qeverisë. Dhe kur erdhëm pikërisht tek materializimi I atyre gjërave që I kishim në program elektoral, në programin e qeverisë, gjëja e parë që na u tha është mos vendosni angazhime të matshme. Që do të thotë? Që do të thotë mos vendosni angazhime numerike. Që do të thotë, do të thënë ti mund të marrësh angazhime, po pa verifikueshme në momentin që ti I zbaton. Ose të pa verifikueshme nga pikpamja numerike, dhe është shumë e rëndësishme, sa nëse ti del thua që do asfaltoj 2000 kilometra rrugë, atë nuk e shkruan më, thotë do asfaltoj rrugët. Natyrisht që kjo mbetet e pa verifikuar dhe krijon një diferencë shumë të madhe midis asaj që ti I thua njerëzve para se sa të votojnë, me atë që ti duhet ballafaqohesh me njerëzit pasi të kanë votuar. Kështu që programet kanë shumë rëndësi, e kanë humbur vlerën në këtë vend. Tani më shumë improvizohet se sa programohet dhe zhvillohet mbi bazë të programimit. Tani improvizohet edhe nganjëherë zhvillimi I këtij vendi I dorëzohet vizionit individual të njërit, të tjetrit. Dhe jo atij që duhet jetë programi zhvillues I ndarë me njerëzit, I votuar nga njerëzit, edhe që normalisht meriton të zbatohet bashkë me ta. Nëse po flisim për programin e partisë, po edhe nëse bëjmë një analizë të retorikës tuaj apo narrativës tuaj politike, ajo është shpesh e drejt për drejt dhe emocionale. A mendoni se ky është ai çelësi kyç që e ka lidhur publikun me figurën tuaj? Jo, unë se mendoj kështu. Thjesht jam unë ai. Unë jam ky që jam. Edhe gjatë fushatës vjet për shembull më thoshin a do një kameraman, a do një fotograf, a do një kështu, a do një ashtu. Pse më duan këto? Për çfarë? Për të krijuar një imazh timin? Jo, unë jam ky që jam, me atë telefonin në dorë vet. Dhe natyrisht shikoj çfarë ndodh në territor. Nëse do kem kameramanin, fotografin, nuk do I kushtoj vëmendje njerëzve. Po do I kushtoj vëmendje kamerës që më vjen përballë. Dhe kishte fushat nga këta. Do të aty mendova, ore, nga kanë dalë gjithë këta fotograf, gjithë këta kameramanët, edhe aty kuptova që një pjesë e këtyre kandidatëve për deputet që ishin shumë, sepse listat janë të gjëra, kishin marrë kameramanët e dasmave. Me kohë të plot, I ndiqnin nga mbrapa në rrugë, ai ishte andej, unë isha këtej, ai fliste kamerave, unë I jepja dorë njerëzve.
kur ka politikan që duan të durojnë këtë si lloj show me këto kameramantët e dasmave për t'ju cituar juve, ju pse nuk keni një komunikim shumë institucional, po zgjidhni ato qytetarit thjesht, pra siç e thatë që dilnin në rrugë pa kamera brenda qytetarëve për të parë ndoshta problemet kryesore të vendit? Shiko, dy gjëra janë themelore në këtë punën që bëjmë ne, sidomos këtu në Tiranë. Unë jam për herë të parë në Tiranë, se kam qenë larg nga Tirana, kryesisht në përfshatra. Po këtu në Tiranë këtë kam kuptuar që po ecëm me makinë. As shikon gjë, as takon njëri, as shikon njëri. Fare. Duhet të ecësh në këmbë dhe nuk duhet të ecësh vetëm në ato që janë bulevardet apo rrugët, po duhet të hysh brenda atyre lagjeve ku ka një energji shumë të madhe, të pashfrytzuar totalisht. Ka njerëz që janë të harruar, jo vetëm të moshuar, po edhe të rinj. Janë harruar atje brenda lagjeve dhe për shkak se janë harruar njerëzit, janë harruar edhe infrastruktura, edhe shërbimet, edhe gjithçka tjetër. Tirana këtë vuan sot. Kështu që mos e shihni si show këtë gjë, po shihni si dhënie mundësie asaj energjie që të çlirohet. Në krahun tjetër, dhënie mundësie autoriteteve që të shikojnë atë, që refuzojnë ta shikojnë, duke u sjell si drejtori, si përgjegjësi, si zëvendës ministri, si kryeministri e kështu me radhë, pra që un kam këtë profilin që nuk mund të hyj atje. Ç'është kjo? Isha në një mbledhje para se po bëjmë ca mbledhje atje. Me të mek po rienergjizojmë partinë kështu me radhë. Edhe isha në një mbledhje atje. U çuaj një gruaj që i thoshte një deputeti që ishte në krah tim. E tha, o deputet, tha, duhet vish pak ke lagja. Në fakt atje deputeti jam unë, po me që partia ka çuar edhe një tjetër të më konkurrojë mua. E tha, deputet, duhet vish pak ke lagja se kanë shpërthyer kanalet. Ujërat janë sipërfaqe, ndotja është shumë e madhe te Merave, po si jemi në fushatë elektorale, tha. Në fushatë elektorale do jemi pas një viti. I tha, pse do presim një vit me ato ujërat atje? Do thonë, kjo tipologjia e deputetit, e zyrtarit, e pushtetarit që shet ajër, po nuk merret me atë që është halli, problemi, shqetësimi i njerëzve, i drejt për drejt, duhet të dalë nga kjo hapësirë. Sepse njerëzit kanë nevojë. Po patjetër edhe unë mund ta bëja, thosh ai, shikoj, disi është puna, po unë keni votuar që të bëj ligje. Ligj vënës, ligj bërës, e kështu me radhë. Nuk më keni vënë për këto. Po problemi është që distanca që krijohet me njerëzit është shumë e madhe. Dhe jenë deku që është atje thellohet dhe hanga të dyja palet. Herë merr nga njerëzit, por mbi të gjitha të merr dhe ty edhe të çon atje në fund. Në pyetjen e parë ju përmenda narrativën tuaj në rrjetet sociale, po për ta shtjelluar pak më shumë, ju gati shigjetoni të gjithë problematikat që janë vend dhe institucionet përkatëse që duhet të marrin masa. Kjo lloj gjuhe ju ka sjellë më shumë kundërshtar politik apo mbështetës? Mbështetës qoftë edhe qytetar thjesht që përkthehen vota. Të dyja ja bër. Natyrisht më shumë sjell njerëz që gjejnë veten në ato që unë them. Po natyrisht gjen edhe kundërshtarë atje më tanë, sepse s'është e lehtë. I ke edhe konkurrent. Dhe në një moment caktuar secili prej tyre mendon, ore, po ky ç'a shkon atje, po ky pse merret me këtë, po ky pse flet për këtë. Dhe nuk shohin ata anën tjetër, ore, pse bëj dhe unë këtë. Herë në fundit në një mbledhje, dëgjova kryeministrin që duke komunikuar me këta deputet të rinj, e kam thënë edhe diku tjetër këtë. Mund të ishte ora e 4 e mbledhjes, unë kisha humbur durimin fare. Nuk mund të ri njeriu dëgjoj 4 orë. Ju jeni student, nuk e di sa kohë konsumoni me të dëgjuar. Edhe për një auditor 4 orë janë shumë. Po pra, 4 orë tani të dëgjosh të njëjtin intonacion që është si pika ujit, kështu bam, 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 bam. Ai kisha humbur durimin edhe po shikoja celularin fat. Edhe i tha atyre, nuk punoni, nuk angazhoni, nuk bëni etj me radhë, ashtu siç i tha dhe një pjesë tjetër që po jeni të gatshëm që ta vazhdoni për te këtij mandati pozicionin tuaj që tani që në vitin e parë të jeni prap kandidat për deputet kështu me radhë, po më bëri përshtypje ajo që i tha. Se më tha që njëri apo njëra prej jush në ato trajnimet se bën për deputet të rinj, vazhdojnë bëhen pranime me këto institucione ndërkombëtare demokratike që merren me këtë gjë. Kishit thënë tha pse si Erion Braçe do bëhemi ne? Edhe
aty kur dëgjova emrin tim ngrita kokën për ty. A pse kështu thoni ju, i thash? Po mos u bëfshi asnjëherë si unë. S'ka asnjë lloj problemi, po zgjidhni çfarë do bëni. Se ky është një problem shumë i madh. Që të rish të vegjetosh pa zgjedhur asnjëherë, ore çfarë do të jem unë brenda kësaj trupe? Pasi më kanë votuar njerëzit ose pasi partia më ka vënë në një listë ku unë nuk votohem. Pra hy direkt, bëm deputet direkt. Emërohem deputet. Jo zgjidhem, po emërohem deputet. Po pasi partia më ka emëruar, çfarë do bëhem unë? Çfarë do bëhem unë? Kush do jem unë? Cila pjesë e kësaj godine, e kësaj trupe do jem unë? Do ri të zgjedh atje në sallën e kuvendit të dëgjoj, të fle, të zgjohem, të iki, të vi prap, të dëgjoj, të fle, të iki e kështu me radhë, apo do kem një zë, një rol, do kem një individualitet, brenda të gjithë do bëj atë pjesë që duhet bëj brenda këtij grupi edhe në shërbim të atyre njerëzve, jo thjesht në shërbim të grupit, por në shërbim të atyre njerëzve. Dhe ky është një problem shumë i madh që e ka parlamenti sot. Në gjithë përgjigjen tuaj që sapo dha tani, që e dëgjova me shumë vëmendje, fjala kyçe mendoj është individualiteti. Po ky lloj individualiteti që ju keni si politikan, shpesh tek populli vjen me perceptimin si qeveritar i opozitar. Si ndjeni ju kur ja u po jo, thon këtë? nuk shiko, ka opozitar boll. Edhe të trajtave të ndryshme, jo thjesht. Ka të egër, ka ku diun, ka më të butë se ata, ka histerik, ka urrejtës. Atje në atë sallën e parlamentit unë habitem kur sjellin fëmijë. 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç, e kështu me radhë, sepse niveli i urrejtjes atje është aq i madh sa nuk duhet ti përcjellet atyre njerëz. Në këto emisione televizive, ato seancat e urrejtjes atje në parlament duhet të jenë me shënim. Ndalohet për moshën 16 vjeç e poshtë. Pra, ka plot individualitete të këtij lloji atje brenda. Problemi është çfarë këndi do zgjedhësh ti. Dhe mbi të gjitha, kujt ti do t'i flasësh? Do t'i flasësh njerëzve? Do t'i flasësh qeverisë? Dhe si duhet t'i flasësh njerëzve? Do t'i flasësh siç partia ka vendosur në atë mbledhjen e grupit edhe thuhet e qendrimi jonë është ky. Apo do shkosh atje për të thënë vërtetën. Tani unë e kuptoj që e vërteta nuk parapëlqehet. Dhe nganjëherë e vërteta perceptohet si opozitarizëm. Në fakt s'është opozitarizëm. Është të thuash të vërtetën. Tani unë nuk mund t'i them një lagje të braktisur, një lagje që shkëlqen. S'mund t'i them. Dhe kur e them këtë që kjo lagje nuk shkëlqen, ky s'është opozitarizëm. Kjo është të thuash të vërtetën. Po sa vete e bëjnë këtë, nuk janë të shumtë. Ja, një sekond. Dhe të thuash të vërtetën është e drejtë, më. Ashtu siç të bësh pyetje është e drejtë. Ashtu siç të marrësh përgjigje është e drejtë dhe është detyrimi i atij tjetrit, cilit i adresohet pyetja. Po të kritikosh është e drejtë, më. Është e drejtë. Nuk është opozitarizëm, është e drejtë. Dhe normalisht të drejta nuk duhet i negociojmë. As ne brenda partive politike, as qytetarët në raport me ne, e kështu me radhë. Apo unë refuzoj urdhrin. Kur ti të shkruan të hyn aty, ama lëri këto ti shko merru me atë, merru me. A këtë po e refuzoj sepse kjo nuk është kulturë komunikimi. Po ama që ti të thotë dëgjoj, se e kishe gabim këtë gjë, sepse argumentat janë 1, 2, 3 dhe mendoja, shikoj dhe këto, po patjetër që secili nga ne që ka pushtet, qoftë edhe pushtet opozite, se është pushtet edhe ajo ti je në opozitë. Është një lloj pushteti në raport me njerëzit që s'kan asnjë gjë, që janë atje, kanë votën një herë në 4 vjet dhe kaq. Pra edhe ai është pushtet, por në momentin që tjetri adreson një të vërtetë, adreson një fakt, mbi të ndërton kritikën, mbi të pyet, mbi të duhet marrë përgjigje, duhet menduar që ai tjetri ka të drejtë, i ka të drejta të gjitha këto. I ka të drejta më themelore të tija. Ndoshta nga një lloj shikimi që unë kam bërë në lidhje me politikanët që janë Partinë Socialiste, ju jeni i vetmi që e bëni këtë, pra ato që shigjetoni gjithë institucionet, ngrini problematika, adresoni ngjarje. Sa mendon se do të pranonte Partia Socialiste po të ishte ndryshe? Pra, a është suksesi yt ky lloj komunikimi? Jo, është praktikisht është edhe ambienti që është krijuar brenda Partisë Socialiste, sepse po mos ta kishe këtë liri të përjashtojnë më. Të përjashtojnë. Abe doli ai tjetri, ka ajo partia tjetër atje më tan, edhe i tha ti do më konkurosh mua apo ik
Nuk po. Edhe kush shkon mbas atij ose kush shkon në takimet e atij s'ka më vend këtu. Më thonë është ambienti. Është një ambient, po është edhe një drejtë e fituar. Unë se negocioj këtë gjë me asnjë kryetar. Me asnjë kryeminist, me asnjë ministër, me kërkën, pse? Se është liria ime. Unë pak të lirinë nuk jam unë në radh parë dhe unë mendoj që mungesa e kësaj lirie, jo vetëm për mua, po edhe për tjerë i bën dëm Partisë Socialiste. Nuk i bën mirë, i bën dëm. Nuk janë munduar ndonjëherë të censurojnë? Në ç'kuptim? Të censurojë vetë partia, ndoshta të bjerë një telefon, se kjo është si situatë shumë hipotetike, ndoshta edhe nuk duhet marr, po jo, të thotë mos e thuaj këtë fshija të status. Po të shikosh të fshi status. Nuk ndodh. Unë Gazet Partia kam drejtuar, po s'merrte njëri në telefon, as për titullin, as për foton, as për tekstin, as për asgjë. Po ajo që doja të thoja në këtë rast, ka nivele të ndryshme të censurës apo të autocensurës. Shiko, kur organizata ndodhet në një situatë vështirë, edhe ti vjen në një gjendje që thua mos ja jap dhe unë shkelmin. Pse? Sepse mendon të tërën. Po mund të ketë aty njerëz që bëjnë gabime, 1, 2, 3, mund të jenë edhe 4, 5, që mënyrën se si sillen krijon atë distancën midis njerëzve që na votojnë edhe që janë shumë të rëndësishëm, sepse pa ta s'ka politikë. Është më bet kodhi. Që se do i flasësh ajerit, foli ajerit. Ke fol vetes, nuk i fol njerëzve. Pra, ka njerëz që e dëmtojnë këtë hapësirë, e zgjerojnë, e bëjnë etj. Dhe ti ndodhesh në një moment, ti bie edhe unë, edhe thua, ta godas dhe unë. Po mund të jetë një gjendje ku qelçi mund të jetë holluar shumë. Dhe po ti biesh edhe ti thyet. Dhe thyet e përbashkëta. Nuk thyen thjesht dhe vetëm individet. Patjetër që është papërgjegjshmëri nga ana e tyre që e sillin situatën në këtë pikë, por nga ana tjetër ka dhe sa njerëz të përgjegjshëm në këtë histori që duan të shpëtojnë të tërën. Edhe duke larguar individ që krijojnë jo vetëm ambient toksik brenda organizatës, po mbi të gjitha krijojnë një marrëdhënie toksike me njerëzit. Dhe kur them marrëdhënie toksike, i shkoj deri në fund asaj historisë që distanca që krijohet me njerëzit bën që ti përjashtosh ata. Do të thënë njëri që është ke godina e ekonomikut tani mund të jetë pjesë e asaj godine, po e kemi përjashtuar nga kjo gjë këtu. E kemi përjashtuar në këtë pikë, po patjetër që ndodh edhe autocensurimi. Kurse pjesa tjetër pastaj unë dua ta marr të gjithën si pjesë të punës përditshme. Po të shikosh telefonin tim apo telefonin e kryeministrit që është edhe kryetari i partisë, unë nuk besoj se ka komunikime më të gjata. Më thënë që janë edhe të ashpra. Nga njëherë, bam, bum, pjerë, gjuj, e tjerë më radhë, po që unë nuk toleroj kjo pjesa e mos e thuaj këtë, mos e bëj këtë, mos e thuaj ashtu, mos e bëj kështu, e tjerë ajo nuk toleroj kjo pjesë. Ishtë mendimi im dhe kur unë dalë në publik ta them atë gjë jam menduar shumë mirë. Përmendet autocensurën, po deri në ç'pikë mund të arrijë autocensura e disa politikanëve të tjerë, qoftë qeveritar apo opozitar, po është një mund të shkojë deri në heshtje. Deri në heshtje. Mund të shkojë deri në heshtje. Po ja kërkon dikush apo e kanë vetë pjesë të karakterit tyre që ka njerëz që e mendojnë këtë gjë, edhe thonë që shikoj, s'dua të bëj dëm. Ka të tjerë që thonë atë historinë e dia të shprehë, 100 gjihur të pi shumë nëna, jo 2, se tash është më shumë. Kështu që zgjedhin të heshtin sepse thonë kështu shërbej. Kështu shërbej, është shumë e thjeshtë. Do të thonë pse të bëj unë si ai, si ishte ajo, pse si ai do bëhemi ne? Do të thonë pse të bëj unë si ai, pse të përplasem unë si ai, pse të ballafaqohem unë si ai. E pse të marrë unë në armiqsinë e filan ministri të emrat, ka dhe ministra që të shohin me sy, nuk të flas. Dhe t'ishte ky niveli është mirë, po ka drejtorie, që s'të flasin, s'të shohin me sy, e kështu me radhë. Pra, shikojnë këtë lloj marrëdhënie dhe thonë, po pse duhet jem unë kështu? A thotë, po zgjedh të pjesën tjetër, më mirë urt, më mirë hesht, dhe kërko se mbase me këtë rrugën dhe ka funksionuar kjo rruga. Sa më shumë hesht, sa më shumë riurt, sa më shumë gredorën, bam, 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 bam.
neni 30, neni 50, neni 60, neni 70 dora kështu bam, bam. I keni para ato fotot ku se s'është për të fyer grupin. Po janë ca momente ku ti ndjesh keq ta ngresh dorën. Edhe jam unë që ri kështu, kartoni është i lartë. Më thënë, thash nuk duhet fyje asin ring, as për e gjykojnë të histori, por kjo filozofia e një rreshti të konsoliduar që nuk ka liri brenda vetes deri në momentin që voton, është e dëmshme. Është e dëmshme për partinë, për shoqërinë, është e dëmshme si model, si shembull, dhe është e dëmshme për të tërën. Jo për mua. Çfarë do bëj mua? Nëse një person që autocensurohet mendon se mund të shërbejë në atë lloj mënyre, edhe ndoshta një lloj funksioni e ka. Partia pse mund ta dojë një person tillë kur është aty ndoshta për mos bërë asgjë? Sepse nuk shkakton kokçarje. Është shumë e thjeshtë. Shiko, të qenit rehat. Të qenit mos bësh asnjë gjë, natyrisht zë vend në këto partitë politike, për më tepër kur mandatet janë të gjata, si në pushtet, ashtu edhe në opozitë. Zë vend, krijohet mënyrë jetese ajo gjëja. Ri rehat, mos fol, mos bëj, përfito, ri rehat, edhe vazhdo. Dalim pak tek ajo që ndoshta nëse statuset e tua do i shpërndanin që të gjithë politikanët do të bëhesh shumë problematike për partinë. Ti shpërndanin Gjithë politikanët ose unë do doja që ti lexonin. Ti lexonin. Patjetër, sepse brenda tyre nuk ka shqetësime të mia personale. Unë s'kam një shqetësim personal. Apo nuk kam një shqetësim personal që ta ndaj me publikun. Jo, s'kam. Janë shqetësimet njerëzve që ja adresohen drejt për drejt qeverisë, që duhet merret me to, bashkisë, që është niveli tjetër i qeverisës që duhet merret me secilin prej atyre hallëve për ta çuar e për ta zgjidhur. Kemi një seancë një herë në muaj, bëhet të hënën pasardhëse të asaj që konsiderohet javë gjelbër, sepse ka 3 javë punë dhe një javë është javë gjelbër që ti të shkosh të komunikosh me njerëzit edhe të përcjellësh në kuvend shqetësimet e tyre. Po kur atje mbrapa podiumit, ku ti çohesh e flet, nuk ka asnjë ministër, edhe kjo gjëja e humb vlerë. Kështu që gjëja e parë që unë do doja ishte të lexonin ato që janë halle shqetësime kështu me radhë. Ku janë opinionet e mia, po të duam mos i lexojmë fare. Po atje ku përshkruhet një hall, përshkruhet një shqetësim. Patjetër që duhet të lexosh. Të lexosh që të marrësh të adresosh problematikën që ke refuzuar ta shohësh vetë si përgjegjës, si drejtor, si zëvendësministër, si ministër, si kryeministër. A mundet që në një moment gjatë karrierës politike, jo vetëm ju personalisht, po ndoshta edhe eksperiencë që keni dëgjuar nga politikanë tjerë, që të krijoni varësi nga politika, pra ajo të kthehet në ego personale? Po kthehet në ego personale. Tani të shkosh 84 vjeç. E të thuash që një kolegu im u bën 94 vjeç kryeministër, kjo është ego personale, pasi ke kaluar 36 vite aty. 36 vite edhe thua që unë do vazhdoj të ri prap derisa ai lart të më japi frym. Ego personale është. Ego personale, sepse vjen një moment dhe thua, e di si shpona, kur je mosh ti me thua, shiko, unë dua të bëj një punë tjetër. Punë, jo karrige, jo dua një karrige tjetër. Se ka që thonë, mu kjo karrige tani më ri ngushtë. Më ri ngushtë, dua një karrige më të madhe. Edhe që karriga më e madhe presupozon gjithmonë pushtet. Edhe rehat, po mbi të gjitha pushtet. Pra, vjen në këtë moshë, siç kam thënë unë këto javë për shembull, që shiko, unë dua të bëj një punë tjetër. Dhe dua që të dal para njerëzve të them, unë dua për jush këtë punë. Në qoftë se ju besoni, më votoni. Në qoftë se ju s'doni të më jepni këtë punë, okay, mos votoni, po s'ka asnjë problem. Pra vjen një moment që ti thua dua të ndryshoj punë. Ashtu siç vjen një moment që ti thua jo, nuk dua të iki. Nuk dua, kam interesat mia, nuk dua të iki. Dhe të qëndrosh dhe të bësh mirë është njëra gjë, po të qëndrosh në të tilla kushte e të bësh keq është histori tjetër. John McCain, ai senatori republikan amerikanë shumë rradh dhe pastaj kandidati për president që mundi Obama, e kam parë në një pozitë në atë sallën e senatit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, fill pas një operacioni shumë të rëndë në kohë, që për një politik që ishte miratuar më herët e që quhej
Obamacare, e që lidhe drejt për drejt me mbulimin me shërbim shëndetësor universal të gjithë atyre që nuk kishin sigurime shëndetësore të paguara për shkak mungesës një pune etj me radhë, dhe që u tentua nga presidenti aktual Trump ta rrëzonte në Senat me vot, leti griti dorën, tha kundër. Aq ishte ai, 82 vjeç. Por për akte të mira, vijoi të ishte në politikë deri në momentin që u shua. Për akte të mira, për akte të përgjegjshme e për akte që janë shërbim qytetarëve. Në qoftë se janë këto, pavarësisht se si i percepton ti, je në suazën e asaj që ti thua, të egos politike, e natyrisht bën dëm. Ju jeni politikan, unë jam student gazetarie dhe mua më ka rënë fati ndoshta që të punoj në show argëtues, pra entertainment, po shoh një lloj ngjashmërie shumë të madhe midis politikës edhe këtyre show. Sa mendoni se ngjasojnë? Unë mendoj që këngëtar, balerin, e kështu me radhë janë shumë më të zotë në profesionin e tyre se ata që merren me politikë sot. Kështu që show që bëjnë politikanët, ose ky grup politikanësh në raport me atë që bëjnë të tjerët është me diferencë shumë të madhe. Tani pyetja e fundit për intervistën që kisha planifikuar për ju është që për një politikan të ri, sa kohë do t'i duhet që të krijonte individualitetin e vet në një parti dhe të dilte nga logoja e partisë? Të dilte nga logoja e partisë, po pse? Po për të krijuar këtë individualitetin që mendoj që është shumë i rëndësishëm. Individualitetin mund ta krijosh edhe brenda partisë. Merr hapësirën tënde, ndërto profilin tënd. Natyrisht njerëzit identifikojnë përmes profilit, jo thjesht përmes logos, po edhe përmes profilit tënd. Për shembull, është një vajzë atje në grupin tim parlamentar tani. Njihet me atë nickname-in Neo Malsore. Po krijon profilin e saj. Kishte një profil të saj atje, një agroturizëm në mes të maleve sipër në Dugajgjim, buz liçenit të Komanitat Fierzës, se nuk e di tamam tani, se ndaj dot. Atje që shërbente për turistë huaj, ngriti nga hiçi në një kull të vjetër, tradicionale, tipike shqiptare, ndërtoi atë profilin e Neo Malsores. Po mundohet që edhe në kuvend të ndërtoi këtë profilin. Nuk ja heqë asgjë mënyrës së të folurit, mënyrës së të menduarit, mënyrës së sjellurit problemeve që ka. Jo vetëm ajo popullata atje, po edhe probleme që ka edhe përtej asaj popullate në atë strukturën tipike të atij biznesi që është agroturizmi. Thuaj se familjar, shtëpiake, kështu me radhë. Pra, e ndërton individualitetin edhe brenda një partie. E ke hapësirën, e ke mundësinë. Para sa dëshirë ke të punosh. Do të thënë thelbi qëndron gjithmonë tek puna. Unë e them shpesh që të qeni deputet nuk është kapardisje. Nuk është vanitet. Jam deputet. Pe kalon rrugës aty, i thua mirëmëngjes, të thonë mirëmëngjes, të ndalojnë, duhet i dëgjosh, ndalojnë thjesht me të dhënë dorën, duhet i kthesh, po prapë ti shtrëngosh dorën e kështu me radhë kaq. Do të thonë nuk është as vanitet, as kapardisje, as ta shohësh tjetrin nga lart poshtë. E se jam deputet. E qa pastaj? Sot je, nesër nuk je. Varesh nga vota ime. Nuk varesh nga asgjë tjetër. Kështu që në këtë pikpamje, deputetin unë e mendoj si punë. Ka që dalin thonë që e shiko, unë jam në politik misionar. Edhe unë sa herë që e gjoj këtë, i them qa je. Kështu, realisht. E kuptojnë që është ironi kjo gjë, o misionar, jo. Ti je një shërbyes publik, siç politika është një shërbim publik. Pra, pak më poshtë, pak më përullësisht në raport me ambientin, po mbi të gjitha në raport me njerëzit. Është më të jep më shumë vlera, ti jesh në atë nivelin që demonstron përullësi në raport me njerëzit dhe natyrisht përkushtim në raport me shqetësimet që ata kanë, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Pra është punë.
Kjo ishte intervista që kisha planifikuar në anën politike, po nuk mund të rri pa ju pyetur edhe për një ngjarje të aktualitetit që janë protestat që po zhvillohen për Zvërnec Nartën. Desha t'ju pyes se çfarë po ndodh vërtet me Nartën? Shiko, me Zvërnec Nartën po ndodhin të gjitha. E para mbi gjitha po përdoret politikisht. Ja bën muj që në atë mes përdorimi politik shkon nga këtu dhe në të gjithë këtë segmentin jug-lindje të fqinjve tanë, jug-lindje, jug edhe perëndim. Megjithëse këta italianët janë pak më të sofistikuar se këta fqinjët tanë jugor apo fqinjët tanë jug-lindor. Ndërkohë që fqinjët tanë verior, kam përshtypjen që në aspektin e turizmit na kanë kaluar. Më thënë ata kanë ecur shumë më përpara, raport me ndërtimin e strukturave që janë miqësore me mjedisin, në krahun tjetër janë shumë ftuese për turistët dhe jo thjesht turistët që shpenzojnë pak, po edhe për turistët që e lëshojnë dorën për ato 10 ditë, 12 ditë, 15 ditë pushimet e tyre. Pra, gjëja e parë është që po përdoret politikisht e gjitha. E dyta gjë, me që këtu jemi në fakultetin e gazetarisë, ka mungesë informimi. Të qartë. Ka keq informim, ka edhe dizinformim. Sot mëngjes kur u çova po ecja në për park, pash një mbase ajo s'më konsideron mik, po unë e konsideroj mikesh. Pash që kishte share një video të një influencere që duhet të jetë aziatike. Edhe që thoshte për tokë të lëshuar çifutëve. E para mbi gjitha njerë, ky termi çifut është termi që nazistët përdornin për hebrejt. Dhe është një term tipik negativ në aspekt me ta. E dyta që është akoma më e rëndësishme, të ngatrosh qeverit me popujt, është merr. Është merr të ngatrosh qeverit me popujt. Populli është popull, qeveria është qeveria që nganjëherë edhe s'të përfaqëson fare. Unë nuk e pranoj, po jam kundër shumë çkaje që ka bërë Netanyahu atje me atë qeverinë, apo jam kundër, po e neveris një nga ata ministrat e asaj qeverie që sillet në atë farfeje me njerëz që duan ndihmojnë të tjerë njerëz. I poshtron atje. Jam kundër, po kjo nuk ka lidhje me hebrejt. Sa do e sëmur mund të jetë një shoqëri, pra populli është populli. Brenda atij populli është edhe David Grossman. Hebrea është ai, shkrimtar, nobelist. Po lexoni se çfarë thotë. Në krahun tjetër, ç'do të thotë kjo? Çfarë ndasie kërkojnë të krijojnë brenda këtij vendi me këtë faktin që është dizinformimi i qartë, i pastër fare, që po ja u japin atë tokë çifutëve. Po çfarë po ndodh në të vërtetë? Ndjesie. Ç'është është kjo? E kupton se çfarë ndjesie urrëtie duan të krijojnë brenda këtij vendi përmes këtij dizinformimi? Dhe unë prap nuk e vë fajin tek ata që dizinformojnë. Unë përsëri problemin e kërkoj tek qeveria ime, që duhet të informonte, duhet të bashkëpunonte, pasi të informonte, duhet të jepte mundësi njerëzve të pyesnin, duhet i kthente përgjigje njerëzve, duhet diskutonte, duhet debatonte me ta, duhet i mbante njerëzit të informuar në çdo fazë të atij projekti që më lejoni ta them, është një mundësi shumë e mirë për ekonominë shqiptare. Dhe këtu vim tek elementi që është shumë i rëndësishëm që po konsumohet edhe dje, edhe pardje, e shumë e rrallë, që të gjitha këto që kanë dizinformimin mes, kanë dhe anën tjetër të këtyre fqinjve që duan të përfitojnë dhe duan ta stopojnë zhvillimin e këtij vendi edhe në këtë aspekt ku ne po nisim të bëhemi konkurrues në rajon. 12 milion turistë nuk janë pak. Mendojeni si njësi ekonomike ata 12 milion njerëz që vinë këtu për të shpenzuar. 12 milion turistë shqiptar llogaritur bashkë me shqiptarët që kryejnë lëvizje apo 12 milion? Shiko, edhe një herë, 12 milion janë turistë. Janë turistë sipas atyre definicioneve që po Organizata Botërore e Turizmit. Jo sipas definicionit që do rion. Ashtu, bashkë me lëvizjet e shqiptarëve janë shumë. I reflekton aeroporti Rina, se reflektojnë pikat hyrëse dhe dalëse
në territor, janë shumë më tepër se sa 12 milion. Po them, e kishim këtu. Pra, mungesë informimi, keq informim, dizinformim. Unë kam drejtuar një komision për që kishte në fokus të tij hartimin e një strategjie kundër dizinformimit. E shkrin atë komision. Pavarësisht se në strategji thuhet që duhet të jetë një komision i përhershëm parlamentar dhe e kanë votuar me votat. E shkrin. Dhe kjo është ajo historia e më njanoje këtë, jo e censurimit, po më njanoje, është edhe pak më tutje. Për shkak se me atë gjë isha marrë unë, ky njeriu duhet të dalë këtej dhe duhet shkrirë komisioni. Tani kanë thirrur mendjes se po e vuajnë mbihuris dizinformimin masiv në këtë histori, e jo thjesht në çështjen e çifutëve. Ha? Po revolta e qytetarëve nuk mendoj që vjen vetëm nga dezinformimi. Një sekond, ta mbaroj këtë gjën. Pra, atje brenda ka dezinformim. Po atje brenda reflektohet shumë më tepër fakti që qeveria nuk ka qenë transparente për këtë proces. Se nuk e mendoj thjesht dhe vetëm si një resort që do ndërtohet atje, po duhet ndërtuar një proces me njerëzit. Tani të vi tek ajo. Revoltën e qytetarëve atje, e para unë e gjej të ligjshme. Çdo individ ka drejt të protestojë në mënyrë paqësore kundër një vendimi, kundër një ideje, kundër çdo gjëje, ka të drejtën edhe ta kundërshtojë, edhe të protestojë kundrejt asaj gjëje. Dhe duhet të mësohemi me këtë gjë. Duhet të mësohemi, është një ushtrim demokracie shumë i rëndësishëm në këtë vend. E drejta e qytetarëve për të kundërshtuar edhe për të protestuar. E para kjo gjë. Atje janë në drejtën legjitime të gjithë. Dhe këtu unë vi brenda partisë time. Partia ime duhet kuptojë, apo qeveria mbi të, se atje ka vajtur mbi partinë. Qeveria duhet kuptojë që interesat janë legjitime. Interesat për një ambient të pastër, të gjelbër, me ajër. E kështu me radhë, janë interesa legjitime. Ashtu si që interesat për ta gëzuar një pronë janë interesa legjitime. Ashtu si që interesat për ta zhvilluar atë pronë janë interesa legjitime. Ama institucionet që ne kemi krijuar duhet jenë aty për të bërë bashkë të gjitha këto interesa. A kemi ne mundësinë që të zhvillojmë një pronë në mënyrë miqësore me mjedisin siç ligji thotë, siç ligji e kërkon. Dhe që natyrisht të shpërndaj përfitim për të gjithë. Mbase unë nuk dua përfitim monetar më. Unë dua pemë, dua park. Dua zogj, dua flamingo, se i shikoj që e përmendin me ironi këtë gjë. Dua pelikanin tim, kaçurelin, e kështu me radhë. Unë dua këtë, por ky është interesi im. Dhe patjetër që duhet më respektosh në këtë interesin tim. Siç dikush tjetër do një plazh të hapur, plazh të lirë fare atje të shkojë të bëj notë, të vër një qelim atje në tokë, të shtrihet atje pa çadër, pa shezllona, pa asgjë më, pa luks. Ashtu siç ka edhe të tjerë që duan ekonominë. Dhe kanë vënë ekonominë si prioritare, duan vend pune, duan rroga më të mira, duan të ardhurat më të shumta, duan taksa më pak e kështu me radhë. Pra, unë mendoj që të gjitha këto interesa ne mund t'i bëjmë bashkë dhe të ndërtojmë një projekt zhvillues që i përfshin të gjithë, jo që përjashton një palë apo që përjashton një palë tjetër. Pra, gjëja që unë shikoj është eksaktësisht kjo. Protesta e qytetarëve është legjitime, dhuna është kriminale. Dhuna e ushtruar atje në nart është kriminale. Është kriminale. Ajo që s'bie unë dakord në atë protest janë ato korret ordinare të stadiumeve ku nëna dhe motra, se kjo është edhe më ndyra, se të shahen nga njëri tjetri është tjetër histori, se kjo që ndodh për stadiume është çmenduri. Unë nuk e has në stadiume britanike fjala bie. Apo në stadiume gjermane, që një palë atje shan motrën e kësaj palës tjetër, kjo palë këtej shan nënën e asaj tjetër, pastaj vazhdojnë me gratë kështu me radhë, dhe në këtë histori gjithmonë e han familjarët. Këto korret që kam dëgjuar 2 ditë me radhë atje, një tufë rrugaçës brenda një trupe shumë të kulturuar, shumë qytetare, të protestuese janë të papranueshme, janë të neveritshme. Por duhet marrë edhe racionalen e kësaj gjëje. Shikoj, ja këtë do vi tek përgjigjja për atë që më pyet. Duhet marrë racionalen për veten time. Ore, çfarë ka që nuk shkon në këtë marrëdhënie? Çfarë ka që nuk shkon në këtë marrëdhënie? Ne, ata njerëz na kanë votuar për të qeverisur. Po na kanë votuar që të qeverisim me ta. Me ta, jo pa ta. Jo thjesht dhe vetëm për ta, po bashkë me ta.
Në momentin që nuk funksionon kjo me taje, në atë moment ki parasysh që ke harruar njerëz atje. Dhe ma besoni këtë, ja kam thënë atyre të mive atje në ato forumet e mia, nuk ka më të rrezikshëm se sa njerëzit e harruar. Nuk ka. Janë të drejtë, po bëhen të rrezikshëm për çdo lloj pushteti. Pse? Sepse e ke lënë atje mënjan, e ke harruar, nuk ke kujdesur për të, nuk e ke përfshirë, nuk e ke lejuar të pyes, nuk i ke kthyer përgjigje, nuk e diskutuar, nuk e debatuar me të. Dhe natyrisht ai që të ka dhënë votën nuk ndihet më pjesë e jotja. Dhe ti e ke bërë kundërshtar vet. Pse e ke bërë kundërshtar? Prej madhështisë së pushtetit. Se ky është një element cili duhet i ruhesh vazhdimisht. Madhështisë që ta ushqen pushteti vet. Ta ushqen pushteti vet. Unë nganjëherë them që ndjem shumë mirë me këto 165 cm e mia. Pse? Se jam shumë afër tokës. Unë duhet të të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe që pranuat edhe një herë ftesën. Kjo ishte e gjithë intervista edhe duhet të të them që unë të paktën nuk naqa për vete. Nuk e di nëse ti të pëlqeu si intervistë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë sepse kanë shumë vlerë pyetjet që janë të sinqerta. Jo pyetjet që të bën ai atje në studio apo ajo atje në studio edhe që mendojnë t'ja bëj këtë pyetjen që ai thot këtë, që të zihet me atë, që unë pastaj të marr atë, që t'i kthej përgjigje këtij, që sherri të bëhet më i madh dhe pastaj të ketë klikime në fund fare. Okay. Shumë faleminderit. Asgjë. Faleminderit edhe unë rrok. Pepsiu. Jo, është okay. Kështu e ka emisionin. E do, ashtu funksionon.